I nderuar zoti Berisha, nderuar demokrat, nderuar antar themelus kësaj partie. Kam nderin sot flas si drejtuesi i departamentit, i cili është prova se kjo parti frymëzon akoma sot, dhe se brezi i parë i lindën dhe i rritur në demokraci, beson misionin historik që kjo parti vazhdon me pas. Brain gain apo kthimi i trunit, majtja e trunit ka qenë dhe mbetet një nga prioritetet e kësaj partie. Faktikisht do duhet të ishte një nga prioritetet kryesore, një qeverie ku populli largohet sikur ky vend të ishte në luftë. E megjithatë, ky mision i mbetet po prap Partisë Demokratike. Dhe unë personalisht jam produkt i këtij qëllimi, duke besuar që Partia Demokratike mbetet një nga instrumentet kryesorë që mundet me kthyer edhe një herë Shqipërinë në rrugën e zhvillimit. Meqenëse jena të mbledhur në 35 vjetorin e themelimit të kësaj partie, unë duhet përmend një nga krenaritë më të mëdha të këtij departamentit dhe puna e këtij departamentit, e cila ka qenë gjithmonë në të njëjtin drejtim. Merit gjithashtu e ish drejtuesit të këtij departamenti, zotit Andi Mustafaj, dhe profesionistëve që na janë bashkuar nga gjithë bota në këto 3 vitet e fundit. Libri i punëve të mira është një provë gjallë se si kjo parti ka firmen në arritjet më të mëdha të Shqipërisë në 35 vitet e fundit. Dhe ky libër duhet të jetë në dorën e çdo demokratit që përballet me të pavërteta dhe me manipulimin e opinionit publik. Ky departament ka me vazhdu me kënë edhe në vitet që vinë, jo vetëm si laborator idesh, po edhe si një laborator burimesh njerëzore, dhe ftoj se cilin për jush të na bashkohet. Para 35 vitesh, unë isha në barkun e Nantes dhe kjo parti rrëzote regjimin e fundit komunist në Europë. Sot 35 vite më vonë, fëmijët aty në zonja dhe zotni luftunen për me bashkë Shqipërinë e lirë, gjindën përballë të njëjtit persona të cilët jo vetëm na mohunen për 50 vitesh demokracinë, por tentojnë na rrëmbejnë edhe sot. Ne udhëheqim betejë për liri, e kjo betejë është më e vështira dhe kërkon sakrifica, kërkon shumë punë, kërkon qartësi, koherencë dhe organizim, tu marr parasysh që përballë kena një ushtri disiplinuar. Një ushtri disiplinuar, madje një ushtri mercenarësh. Një gjë është e sigurt, që kjo parti është e mbushur me zonja zotni, qendrështar dhe me 33 idealist. Si dje sot, Partia Demokratike ka misionin dhe detyrën me i kthy lirinë shqiptarëve. Si dje sot, kjo parti ka përballë bite atij barku që smet kur shterp. Si dje sot, kjo parti politike ka rreth saj burra gra, 33 që janë gati me pagu çdo çmim që paguhet për lirinë. Rrof Partia Demokratike dhe rrof Shqipënia me shqiptar.